të detajuara të policisë kufitare. Në pranga ka përfunduar Ronaldo Ago, 38 vjeç, drejtuesi një kamioni që kishte si destinacion Shqipërinë. Sipas burimeve zyrtare të policisë, mjeti i transportit u nënshtrua një kontroll të hollësishëm bazuar në analizën e riskut dhe procedurat standarde të sigurisë. Gjatë verifikimeve në brendësi të kamionit u gjetën 116 aparat celular dhe 18 shishe me verë, të cilat ishin të fshehura dhe të padeklaruara në dokumentacionin zyrtar. Autoritetet bën të ditur se madhrat nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje apo dokumentacion që vërtetojnë origjinën e tyre, çka forcon dyshimet se kemi të bëjmë me një rast të pastër kontraband. Pas sekuestrimit të sendeve, të cilat tani konsiderohen prova materiale, 38 vjeçari Ago është arrestuar në flagrancë dhe materialet procedurale janë referuar prokurisë së Durrësit, e cila ka nisur hetimet. Ai pritet të dalë përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Ndërkohë, policia kufitare ka shtuar kontrollet në port për të frenuar fluksin e